Po, përshëndetje për juve në studio dhe përshëndetje për gjithë shikuesit të cilët apo jeni kuadruar në fillim të emisionit të mëngjesit. Unë potencova që do të kemi një lidhje direkte me këshilltarin e lëvizjes vetëvendosje, Gëzim Sfeqla. Do të vazhdojmë të raportojmë dhe të flasim edhe më tutje në lidhje me problemin me mbeturinat në kryeqytet. Kemi përcjellur jashtëzakonisht debate të ditëve të fundit në lidhje me këtë temë, mirë po që ende është evident problemi këtu në kryeqytet dhe që gjatë ditës së djeshme dhe vetë KSHPK-ja dha një reagim duke thënë që të kemi kujdes për shkak se mund të ketë edhe shpërndarje të sëmundjeve për shkak të sasisë së madhe të mbeturinave që gjendet në disa pjesë të kryeqytetit, që pra gjatë javës së kaluar është mbajtur edhe një seancë e jashtëzakonshme thirrur nga kryetari Rama, i cili vetë nuk ishte në seancë në lidhje me subvencionimin e kompanisë pastrimi, që e njëjta po thotë që nuk po ka derivate, po ka para në fakt për të mbushur me naftë kamionet për të operuar, e po ashtu edhe për të dhënë edhe pagën punëtorëve të cilët janë të shumtë në ndërmarrje, mirë po që e pranishme nuk ishte lëvizja vetëvendosje. Pikërisht për këtë gjë do të flasim me zotin Sfeqlën. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Mirëmëngjes, faleminderit edhe juve. Zotin Sfeqla, po nisim bisedën me problemin që e kemi me mbeturina. Kemi pasur jashtëzakonisht reagime këto ditëve të fundit, që problemi nuk po rregullohet, komuna po del po e heq vetë në disa pjesë, mirë po që në pjesë ndryshme të kryeqytetit kemi mbeturinat me sasi të jashtëzakonshme. Po, gjendje shumë e rëndë, e papranueshme, është rezultati një keqçeverisje që ka ndodhur në kryeqytet tash e gati 4 vite, në njëjtën kohë një keq menaxhim i vetë ndërmarrjes pastrimi që është vetmja kompani që ka të drejtën që në territorin e komunës Prishtinës të bëjë grumbullimin e mbeturinave. Ne si opozit qysh mëti kemi ngrit alarmin, shqetësimin ton se po përgatitet një proces i cili do të rezultojë me këtë gjendje. Këtë e kemi thënë nisëm nga fakti se kemi pa një mendësi qysh nga fillimi i qeverisjes lidhjes demokratike të Kosovës në kryeqytet për ta bërë ndërmarrjen pastrimi të paoperueshme, faktikisht për ta falimentuar në mënyrë që tregu pastaj të jepet operatorëve ekonomik privat. Në anën tjetër, po as fajtor sa komuna, është edhe menaxhmenti i ndërmarrjes i cili nuk ka arritur që ta reformojë ndërmarrjen, që ta bëjë stabile dhe të zot të aftë që ta kemi një Prishtinë të pastërt ashtu siç e meritojnë qytetarët. Megjithatë, rregulloren të cilin ju e keni iniciuar si opozitë dhe e keni votuar në kuvend jep të drejta pastrimit që të mos kemi një operator tjetër këto. Po, qysh për shkak se fillimisht është bërë një rregullore e re në vitin 2023 me iniciativën e PDK-s dhe LDK-s, sa kanë qenë bashkërisht në koalicion, e cila në një nën të saj jep të drejtë që në raste të jashtëzakonshme edhe operatorë të tjerë privat të marrin pjesë në tregun ose në sistemin e grumbullimit të mbeturinave. Ne qysh atëherë kemi qenë kundër kësaj sepse kemi dyshuar që po përgatitet terreni që të bankrotohet pastrimi si një ndërmarrje regionale publike, si një aset publik. Mirë po në atë kohë, për shkak se e kishin shumicën kuvendin komunal, LDK-ja dhe PDK-ja arritën ta kalojnë këtë rregullore. Gjëra ndryshuan kur u prish koalicioni në kryeqytet, u prishën interesat e tyre, u prishën pazaret e tyre, dhe pastaj PDK-ja si opozit propozoi që të largohet ky nga rregullorja, natyrisht që ne e përkrahëm për shkak se ne parimisht ishim kundër këtij neni, do të thotë si lëvizje vetëvendosje, si parti e majtë ideologjikisht jemi për të përkrahur ndërmarrjet publike, sepse ne nuk edhe ndërmarrjen publike siç është pastrimi, për shkak se dim që kemi pasur shumë keq përdorime dhe parat shkuara dëm, me thonë kështu nga kjo ndërmarrje. Do të keq përdorimet dhe keq menaxhimi i personave të caktuar nuk do të thotë se a priori ne duhet i bankrotojmë ndërmarrjet. Duhet reformimi i tyre. Unë jam shumë i bindur që nuk ka asnjë operator ekonomik privat i cili ka asetet e pastrimit. Sot pastrimi i ka gati 20 kamion. Problemet e pastrimi janë bipopullimi me punëtor të panevojshëm, shumica prej tyre në administrat, kemi mungesë të punëtorëve në terren, do të duhet një reformim i ndërmarrjes. Që nuk po ndodh realisht ky reformim. Po ndodh, prandaj edhe janë kritika tona në drejtim të menaxhmentit. Kështu të vazhdojmë ne gjatë gjithë kohës të mbajmë shpresat tek pastrimi që të reformohet, sipas jush, apo të vazhdojmë me ndonjë operator tjetër në mënyrë që mos të kemi këtë gjendje me bërllogën. Është obligim dhe është detyrë e menaxhmentit pastrimit që ta reformojnë ndërmarrjen. Tash ju e dini se si janë të ndara përgjegjësitë në nivelin lokal. Ndërmarrjen pastrimi
aksionarët kanë qenë të Partisë Demokratike të Kosovës, që rrjedhimisht i bie se në një farë mënyrë kontrollohet prej Partisë Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër kemi komunën e cila udhëhiqet prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të thotë për shkak të mendësisë së tyre, për shkak të betejave të tyre politike dhe interesave të tyre financiare, po psojnë qytetarët e Prishtinës me grumbuj mbeturinave në çdo çosh. Këtë duhet ta kenë parasysh qytetarët. Është mirë që zgjedhjet janë shumë afër dhe duhet ditur se kënd po e votojnë, kujt po japet mundësia që të ndikojnë në jetët e tyre drejt për drejt. Po e përsëris, fajtori janë të dy palët, fajtori kryesor është Përparim Rama, si kryetari i Prishtinës, si i pari i qytetit, i cili ka përgjegjësi dhe ka obligim që të sigurojë mirëqenie për qytetarët. Ai ka dështuar menaxhmenti. Tash, në rastin që jemi në situatë të jashtëzakonshme dhe duhet bërë zgjidhje. Zgjidhja duhet bërë në atë mënyrë që duhet të ulen të dy palët, edhe ekzekutivi, edhe menaxhmenti, dhe të arrijnë një marrëveshje, duke u bazuar në rregulloren për menaxhimin e mbeturinave, e cila është rregullore në fuqi. Po ju nuk ishit në seancën të cilën e thirrri kryetari në lidhje me subvencionimin e kompanisë pastrimit, që nuk ishte as ai vetë realisht? Jo. Ai ishte një ftesë politike. Zoti Rama po bën politikë edhe me mbeturina. Nuk është në rregull. Kam dyshime që nuk është as ligjore me i subvencionu pagat e punëtorëve. Punëtorët nuk janë të punu që s'kan paga. Aty nuk po punohet se s'ka mjete as për naft. Zoti Rama ka qenë i sigurt që subvencionimi eventual i pagave nuk do ta merrte lidhshmërinë në Ministrinë e Financave. Dhe pastaj do dilte do të thonte se në njërin anë po më bllokon pastrimi, në anën tjetër po më bllokon qeveria. Ashtu siç bën çdo. Ashtu siç bën zakonisht, do thotë sabotim dhe bllokim janë dy fjalët e tij që më së shumti i ka përmendur në vitin 2025. Prandaj ne nuk rom në grackën e zotit Rama, pastrimi nuk ka nevojë për subvencionim. Pastrimi ka nevojë për riorganizim. Nëse zoti Rama vjen me një propozim që don me ble kamiona pajisje për pastrimin, lëvizja vetëvendosje përkrah fuqishëm, sepse ne përkrahim fuqizimin e ndërmarrjes, po jo me bë politik me punëtor dhe me pagat e punëtorëve. Çka nëse këtë muaj subvencionojmë pagat? Çfarë do të bëjmë muajin tjetër? Prapë do të subvencionojmë? Do të thotë subvencionimi nuk është zgjidhje. Pastrimi, duke pasur për bazë që është i vetmi operator që ka të drejtë në komunën e Prishtinës me mbledh mbeturina, ne jemi shumë të bindur që mund të jetë një ndërmarrje financiarisht shumë stabile. Për shkak se qytetarët vedia qytetare është bukur e lartë dhe shumica e tyre paguajnë për mbeturina. Problemi i madh që ka eskaluar këtyre ditëve, bazën e ka të një deklarate zotit Rama, deklaratë publike, thirrje e tij, ku i bën thirrje qytetarëve që mos t'i bëjnë pagesat në pastrimi, por t'i bëjnë në komunë, gjë që është thirrje jashtëligjshme, sepse po e përsëris me rregulloren e cila është në fuqi, pagesat bëhen në ndërmarrjen pastrimi. Nuk ka nevojë komuna me i qëndru si tutor ndërmarrjes pastrimi, për shkak se po e përsëris për shkak të rrethonave të cilat janë të krijuara si operatori i vetëm, pastrimi me një organizim të mirë fillt është në gjendje ta mbajë vetëm pa problem. Kjo s'ka ndodhur sepse ka dështuar menaxhmenti, astë nuk duhet ta mohojmë. Dhe nëse ju kujtohet, kur është miratuar kjo rregulloria të cilën ne kemi përkrahur në kuvendin komunal, gjithashtu ne kemi deklaruar që në çdo moment që shohim që nuk po shkon ashtu si duhet mbledhja e mbeturinave në komunën e Prishtinës, si lëvizje të vendosje, jemi gatshëm të bashkëpunojmë me çdo qoftë veç për ta kthyer lidhshmërinë dhe për ta kthyer pastërtinë në kryeqytet. Megjithatë ka munguar edhe iniciativat. Unë ju them këtu para të gjithëve që zoti Rama asnjëherë nuk na ka ftuar si partia më e madhe që jemi në kryeqytet me bisedu për çështjen e mbeturinave. Kjo është gjendje alarmante. Kishim edhe një paralajmërim të Institutit Shëndetit Publik, për shkak se rrezikojmë smundje të ndryshme për hapjen e të cilave dhe pastaj dëmi do të jetë i tepër i madh. Po, megjithatë, këto zhvillimet edhe çështja e asaj se ku duhet të paguajnë qytetarët ka shkuar deri në gjykata. Si shihni këtë mospërfilljen nga organet e rendit për të marrë një vendim që në mënyrë që qytetarët ndoshta të delegohen te komuna ose tek pastrimi për kryerjen e pagesave? Ka pas veprime krejt paligjshme të zotit Rama. Në një mëngjes, ai është zgjuar dhe ka thonë që rregulloria për menaxhimin e mbeturinave është jo kushtetuese. Kush është zoti Rama me përcaktuar një rregullore a është kushtetuese apo jo kushtetuese? Po e përsëris, ajo rregullore është miratuar në kuvendin komunal si organi më i lartë legjislativ në kryeqytet, e ka kaluar lidhshmërinë në Ministrinë e Mjedisit, ashtu siç parashihet me ligj,
është publikuar në webfaqen e komunës dhe është e plotfuqishme. Tani, nëse dikush ka pretendime se ajo rregullore brenda asaj ka shkelje kushtetuese ose shkelje të ligjit, të konkurrencës ose çfarë do të qoftë, ka të drejtë përdor mekanizma për ta konstatuar këtë gjë, por jo në asnjë mënyrë që zoti Rama vetvetiu ta shpall të pezulluarat rregullore, do të thotë ju ka dog vetja si mbret kur e ka marrë atë vendimi. Kush është zoti Rama që vendimet e kuvendit komunal t'i pezulloj? Në vendin tonë, Republikën e Kosovës, ka ligje, ka procedura, cilat duhet respektuar. Në atë Rama nuk po ndalohet nga organet e rendit për këto shkelje që po bën? Asnjëherë nuk po ndalohet, ne kemi thënë sa herë që kemi vërejtje tona të mëdha edhe në organet e hetuesisë dhe prokurorisë. Tani për këtë rastin e fundit, brëm u informuam se me të është duke u marrë edhe prokuroria, do thot për çështjen e mbeturinave në Prishtinë, dhe unë ju bëj ftesë që pista e parë e hetimeve të jetë aty se kujt po jepën këta tender të operatorëve privat. Për shkak se, sipas rregullores e cila është në fuqi, Komuna e Prishtinës nuk mundet me i dhënë tender për mbeturina asnjë kompanie tjetër, veç kompania pastrimi është përgjegjëse, ndërkohë që ne kemi dëgjuar nga zyrtarët e Komunës së Prishtinës që tashmë janë realizuar 2 kontrata me operator privat. Nuk janë operatorët privat zgjidhje momentale për Prishtinën. Zgjidhja është reformimi i ndërmarrjes pastrimi, investimi në ndërmarrjen pastrimi, rroga dhe kushtet e dinjiteshme për punëtorët dhe çdo gjë do të rregullohet. Unë jam i lindur dhe i rritur në Prishtinë, po prej kësaj periudhës pas luftës, 25 vite, asnjëherë Prishtina s'ka pas këtë problem me mbeturina që e ka tani, që e ka në këtë mandatin e fundit. Problemi është kriju sepse është pjesë e një procesi, siç e thash në fillim, të cilin këta vetë kanë bërë në mënyrë që ta dështojnë pastrimin. Ne jemi krah punëtorëve, i mbështesim punëtorët, por prioriteti ynë kryesor është qyteti i pastërt. Qytetarët e Prishtinës nuk e meritojnë që ka të cilën në për qytet hasën në grumbuj mbeturina, në grumbuj të qenve endacak dhe të mocat të pasaj të cilët e shpërndajnë ato mbeturina dhe ku jeta bëhet me të vërtetë e padurueshme. Mirë po fatkeqësisht ky është rezultati i qeverisës të cilën na ka dhuru Lidhja Demokratike e Kosovës dhe përparim Rama. Faleminderit shumë që ishit këtu dhe zhvilluam këtë bashkëbisedim. Faleminderit e juve. Shikues të dashur, ishim me gëzim sfeqe nga lëvizjeve të vendosje, folëm në lidhje më shumë me rregulloren, me procese që kanë ndodhur deri tek problemi me mbeturinat të cilin tani më e kemi në kryeqytet, pothuajse janë bërë një javë dhe që ende nuk kemi një marrëveshje në mes të kompanisë pastrimi e po ashtu edhe të komunës Prishtinës. Gjatë ditës së djeshme ka qarkulluar një informacion që është lidhur një marrëveshje prej 1.5 milion eurosh, mirëpo që e njëjta ka qenë propozim edhe më herët dhe që një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur për shkak se zotri Bestovsi ka folur vetëm me disa pjesëtarë të sindikatës e që realisht marrëveshja duhet të bëhet me menaxhmentin e kompanisë, e këtë gjë ka konfirmuar edhe kryeshefi i kompanisë zotri Petret Reqica në fakt. Unë po kaloj linjen juve tek në studio Agnesa për të uruar një ditë sa më të mbarë. Faleminderit shumë Eridian për këto informata, ishte kënaqësi që u takuam përsëri edhe jashtë studios, ndërsa ne tani ora po shënon 8:54 minuta, pa humbur kohë kalojmë tek edicionin e lajmeve të orës 9 dhe rikthehemi përsëri në studio bashkë me oftalmologun Faruk Semenc.